Vazhdojmë edhe me një informacion për masakrën që ka ndodhur dje në fshatin Ballacerk të komunës së Rahovecit, ku fomat e të cilëve janë hedhur në lumin që kalon afërsi të fshatit. Në masakrën e kryer nga forcat serbe në fshatin Ballacerk, deri tani dihet për 19 pjesëtar të vrarë të familjeve Popaj, për 14 antar të familjeve Zhunici, për 4 antar të familjeve Fetoshi, për 2 antar të familjes Berisha dhe 1 të familjes Morina. Është për të veçuar edhe rasti i vrasjes së familjes së çlirim Zhuniqit, ku përveç çlirimit, forcat serbe vranë edhe gruan dhe 3 fëmijët e tij. Një fëmijë 2 vjeçar i kësaj familjeje ka shpëtuar. Në shtëpinë e çlirim Zhuniqit ishin edhe antarët e familjes së Jahja Spahiut nga fshati Opterush. Jahja Spahiut ju vran 6 antarë të familjes, në mesin e të cilëve 4 ishin fëmijë. Në redaksin ton kanë arritur emrat e 42 personave të vrarë. Nëse dikush nga dëgjuesit tanë është interesuar të di për këta emra, mund të thërasi në redaksin shqipe të Deutsche Welles në numrat që ju kemi lajmëruar.